Rinaldo, përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për prezencën tuaj. Kënaqësi jemi, përshëndetje. E vlerësoj prezencën në këtë intervistë duke marrë në konsiderat dhe faktin e angazhimit tuaj të përditshëm. Rinaldo, si ka shkuar të paktën në rast se ju keni informacion, po themi kështu, në mos specifik në vijat përgjithshme ky proces, pas jeni në kontakt të vazhdueshëm, qoftë me grupet interesit, por edhe vetë qytetarëve, por më parë do të kërkoja nëse ka një zë të lartë aty, mund ta ulim pak Rinaldo për efekt transmetimi, do ishte shumë mirë. Faleminderit. Po, patjetër. Po. Atëherë, nga të dhënat që ne kemi, praktikisht janë të dhëna në vjet përgjithshme, janë brenda 2 muajve nga momenti kur u aktivizuar i vlerësimi, rreth 9500 aplikime, 30 milionë euro të arktuara në arkën e shtetit. Nuk kemi të dhënat e detajuara akoma, jemi duke pritur praktikisht përgjigje nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, për sa i përket tipologjisë së pronave të rivlerësuara, vjetërsisë, lokacionit të tyre, nëse janë prona të cilat janë rivlerësuar në fushatën më përpara apo jo, për kuptuar pak më tepër gjithë dinamikat. Megjithatë, në 2-3 elementet kryesorë shikojmë që këto 2 muaj janë duke sinjalizuar vitin më të suksesshëm të procesit të rivlerësimit, nëse vazhdojmë me këto ritme, duhet të kemi 52.000 deri në 55.000 deri në fund të 2026 për aplikime. Janë duke sinjalizuar që të paktën sot kemi të dokumentuar në kartelet e pasurisë paluajtshme rreth 600 milionë euro, të cilat kanë sjellë një përfitueshmëri 30 milionë euro për arkën e shtetit. Në të njëjtën kohë, ka edhe një element i rëndësishëm që ndryshe nga fushatat më përpara, sot pronat janë duke rivlerësuar në masën 63-65.000 euro. Nëse shikojmë, nëse kryqëzojmë të dhëna me fushatat më herë, pra 2000 paktën fundit 2020 prill 2022, mesatarisht një pasuri paluajtshme është rivlerësuar 35-40.000 euro, ndërkohë që aktualisht rivlerësohet 1.5 euro ose 1.6 euro, pra 63-65.000 euro. Këtë do thotë që pronat që po futen në procesin e vlerësimit, ka disa rezultate, po them konkluzione shumë të shpejta, pronat që po futen në procesin e vlerësimit, ose janë prona të cilat janë të vjetra, nuk janë rivlerësuar më herët, ka një diferencë të madhe, po themi më të madhe me çmimin e tregut, ose janë prona të cilat janë përfituar nga procesi i kontratave të porosisë ose procesi i legalizimit. Pra në atë moment kur ti porosit kontrata porosie, po themi prona në ndërtim të 6-7 viteve më herët, çmimi ka qenë shumë ndryshe me patjetër dhe ka ndryshuar kur ti e blen përfundimisht. Po, ka ndryshuar, apo pronat të përfituara nga legalizimi, që në momentin kur ti e merr certifikatën e pronësisë, ajo ka një vlerë sipas kostos së shfrytëzimit të endit kombëtar banesave, që është 300-400 euro për metër katror, pra një diferencë shumë e madhe me vlerën e tregut, apo mund të jenë dhe lëvizje të qytetarëve shqiptar, të cilët duke ditur që kjo është një fushatë e fundit të procesit të rivlerësimit, janë duke rivlerësuar pronat pak më tepër se sa çmimi aktual, duke marrë parasysh. A përbën problem kjo? Kisha pyetje të radhës, Rinaldo. Faleminderit që e përmendë. Përbën problem kjo dhe nëse po në ç'kontekst kontekst? Vetëm ta mbaroj. Pra, nëse po pret ta shesësh 3-4 vitet e ardhshme, atëherë ti rivlerëson pak më tepër se vlera sot e tregut, me të që kur ta tregtosh, ta kesh të kursyer tatimin, sepse ke para paguar dhe ke paguar me 5%. Saktë. Ndërkohë, puna e agjencive mobilare patjetër që është e përditshme dhe kërkon që tregu të vazhdojë shitblerjeve. Ky proces, jemi në muajin prill, gati në muaj maj dhe në dhjetor pritet të përfundojë i gjithi. Ka ndikuar në ritmin e shitblerjeve të pronave, jo vetëm Tiranë, por kudo në përgjithësi po themi. Po, më lejoni të kthem, sepse e di që u ndërpreva, apo bën problem vlerësimi? Po, apo bën problem? Okej, e japim më vonë këtë përgjigjen e pyetjes së dy. Përbën problem dhe ku konsiston në rast se ka problematika kjo? Pra që mos jetë niveli i rivlerësimit shumë herë më i lartë se sa është vërtet zona në të cilën po, apo e ka qytetari këtë të drejtë? Atëherë, qytetari ka këtë drejtë. Nga ana tjetër, ti nuk mund të rivlerësosh pasurinë e paluajtshme shumë më lart se sa vlera e tregut, sepse nuk do të bënte sens. E para, do të paguaj një tatim që ndoshta nuk duhet të paguash, edhe po ta drejtosh pas 3-4-5 vitesh. E dyta, do kesh një vlerë në kartelën e pasurisë, e cila do gjeneroj taksa pasurie shumë më të larta se ç'ti duhet paguash, sepse do të kemi parasysh pasi përfundoi procesi i rivlerësimit, synohet që në 1 janar të 2028-s
të mund të futet në fuqi, po themi të mund të jetë efektive, kadastra fiskale, e cila do të bazohet mbi të dhënat që janë nga procesi i vlerësimit dhe mbi të dhënat të cilat janë në kartelën e pasurisë dhe mbi të dhënat reale të tregut. Tani kur ti vetëm në pasurinë në kartelën e pasurisë ke një pronë e cila vlen 100, po ke rivlerësuar 130.000 euro, atëherë do paguash taksën për këtë që ke. Të paktën në dijenin që kemi tani, se nuk e di tamam nëse do të ketë është akoma pa qartë nëse do të ketë komponent të korrigjimit. Dhe në të njëjtën kohë, patjetër që për institucionet të supervizojnë, po të monitorojnë tregun e pasurive paluajshme, një pronë e cila është mbi 30% nga vlera normale apo nën 30% nga vlera normale, po themi vlera standarde të tregut, në momentin që futet në proces transaksioni, ngrihen ca flamur të kuqe, ca sinjale paralajmërimi, prit sepse është anomali, cili është arsye ekonomike e këtij transaksioni. Pra çdo transaksion dhe çdo rivlerësim duhet të ketë një arsye ekonomike nga mbrapa, nuk mund të spekulosh apo të abuzosh. Kështu që prandaj ne sugjerojmë rivlerësoj, jepi pak më tepër vlerë se ç'është tregu sot, nëse do ta trajtosh pas 2-3 vitesh, por konsultohu me ekspert, me specialistë të cilët të tregojnë se cilat janë dinamikat e tregut. Dhe dinamikat e tregut në Shqipëri, sidomos por qytetin e Tiranës në 2-3 vitet e fundit kanë treguar norma rritje 5 apo 8%, pra një shifrore. Edhe projektimi i publikuar, po themi raporti i stabilitetit financiar i publikuar nga Banka e Shqipërisë, përputhet pothuajse për herë të parë, realisht përputhet pothuajse 100% me parashikimet tona, duke nxjerrë që qyteti i Tiranës ka pasur një rritje 4.4%. Ato që ne kemi thënë 2-3 vitet e fundit është shikojmë në Tiranë po ecim me ritme 5% rritje çmimi nga viti në vit. Bregdeti është tjetër histori, por në Tiranë duhet kemi kujdes se nuk ka rritje 12, 15 apo më tepër. E qartë. Pra nuk ka rritje 12-15% apo më tepër. Ndërkohë që për pjesën e pyetjes dytë, realisht aktorët tregojnë që në muajin prill kanë rifituar aktivitetin normal të transaksioneve pasurive të paluajshme. Nuk po flas për Bregdetin, jam duke folur për qytetet, duke që dhjetori, janari, shkurti ka qenë i vakët, ka pasur po themi një ngadalësim dhe një ngërç në sektor, ndërkohë që me fillimin e procesit të rivlerësimit duket që transaksionet kanë rifituar tempin e duhur. Renaldo, specifikat e rivlerësimit, a ndryshon nga njëra zonë në një zonë tjetër apo janë të unifikuara dhe të njëjta? Tatimi është 5% për të gjithë Shqipërinë, pavarësisht nëse ti je një qytetar, një shtresë e mesme apo një sipërmarrës. Sepse unë jam këtu dhe në rolin e qytetarit ndjes, Renaldo, pasi marrim shumë telefonata, ne e dim përgjigjen, por po flasim në zërin e tyre, në mënyrë që kur t'ja u përcjellim edhe përmes kronikave dhe kësaj interviste, ta dëgjojnë që është njësoj për të gjithë, pra. Tatimi është 5% në të gjithë Shqipërinë, diferenca midis çmimit të blerjes dhe vlerës që ti po jep pasurisë paluajshme ose kostos me cilën ti ke fituar titullin e pronësisë dhe vlerës që ti po jep pasurisë paluajshme pas procesit të rivlerësimit. Është njësoj për të gjithë. Ka dy praktika. Praktika e parë është të drejtohesh drejt për drejt në ASHK, por në procesin nëpërmjet ASHK-s do marrësh vlerën e pronës sipas çmimit të referencës, që realisht çmimet e referencës për te qytetit të Tiranës, fatkeqësisht për të gjithë Shqipërinë janë mbi 10 vite të vjetra, po themi është 2015-2016, vetëm për qytetin e Tiranës kemi çmime reference të 2-3 vite të fundit, pra gushtit 2023-shit, plus në të njëjtën kohë nëse shkon nëpërmjet procesit të ASHK-s je i penalizuar sepse të aplikohet automatikisht 1% amortizimi i vlerës së pronës për çdo vit vjetërsi, nga dalja për herë të parë e certifikatës së pronësisë. Pra, për te që çmimi me ASHK-n, po themi me çmimin e referencës, vlera e pronës del shumë e ulët, por do të llogaritës dhe një ulje tjetër që të vjen automatikisht pa të pyetur si qytetar apo si posedues i pronës, aplikim me njëherë 1% amortizim i vlerës së pronës për çdo vit vjetërsi që ke me titullin e pronësisë, po themi në momentin që ka dalë certifikata e pronësisë. E tjetra që është fatkeqësisht ka ngjelur kështu, ai 5% që është njësoj për gjithë pavarësisht nëse ti je një sipërmarrës, nëse je një biznes apo nëse je qytetar, ti do paguash 5% për diferencën e vlerës. Dhe një tjetër pyetje që na vjen drejt për drejt në fakt. Çfarë ndodh përveç se i kthehet tatimit 15% për një qytetar që nuk dëshiron, nuk ka plan në afat shkurtër për ta shitur banesën, pronën e paluajshme, por në një moment caktuar e shet atë, por pasi ka kaluar kjo pjesa e rivlerësimit dhe duhet paguaj 15%. Përveç këtij lloji, na thonjza penaliteti, por që është tarifë e lartë, ka ndonjë penalizim tjetër nëse mund ta quajmë kështu? Sapo na vjen kjo pyetje? Po, duhet të kuptojmë një gjë që tatimi për
transaksione me pasuritë e paluajshme, pra për vlerën, për kapitalin e fituar, diferenca midis çmimit që ti e tregton dhe vlerës me cilën ti e ke poseduar pronat çmimit me cilën e ke bler, nuk ka ndryshuar, është 15%. Edhe po të shesësh pronën sot. Edhe po ta shesësh pronën sot pa e rivlerësuar, e ke 15% nëse ka një fitim. Pra e ke vlerë me 100, ta shesësh me 150, ta tosh për 50. Për këtë 50 do paguar 15% edhe sot. Atë që ka sot favor është para se ta tregtosh, do ta rivlerësosh. Edhe kurse 10% tatim. Që nuk është pak. Në momentin që nuk e shfrytëzon këtë mundësi deri në 31 dhjetor të 2026-s, të paktën ligji që është sot, sepse nuk e kemi të sigurt nëse do të shtyhet. Por le të themi që nuk do të shtyhet, automatikisht ti do paguash 15%. Pra në 1 janar 2027-s je i penalizuar të paguash 15%. Penalitetet të tjera nuk ka. Por fakti që ti paguan 15% do thotë që prona jote është më pak po themi shitet me më shumë vështirësi. Është më pak e konkurrueshme në treg. Kur ke shumë alternativa në treg, pse do shkosh tek një pronë e cila ka tatimin 15%, e cila në fund ditës ty si blerës përfundimtar do të kushtoj shumë më tepër. Kështu që nëse po konsideroni të tregtoni pasurinë, atëherë mirë është ta rivlerësoni këtë vit. Por edhe nëse nuk keni ndërmend ta rivlerësoni, po themi ta shisni në 2-3 vitet e ardhshëm, për shkak të pasigurive me të cilat ne përballemi në jetën e përditshme, por po themi ne nuk e dimë se do ta kemi shëndetin pas 2-3-5 vitës, apo nëse do të jeton në Shqipëri, apo do të vendosim në një qytet tjetër, apo në një shtet tjetër, do të ishte udhës ta kishe pasurinë e rivlerësuar. Pse? Sepse një pronë e rivlerësuar, pa ngarkesa fiskale, pa taksa ekstra, është më thjesht e tregtueshme dhe në fund ditës palët negociojnë më kollaj dhe shisin merr më kollaj atë që dëshiron apo që meriton. Një kuriozitet edhe për informacionin që nuk e kam një të tillë në fakt, në ndihmë qytetarëve patjetër. A ka raste përjashtimore, po themi, një ndërtesë, po ndalemi te prona e paluajshme llojit objekt e ndërtesës e vjetër me certifikat pronësie dhe një pallat i ri. Diferenca mes të dyve, ka ndonjë rast përjashtimor që ligji e ndalon për ta rivlerësuar për shkaqe të tilla, qoftë amortizime, qoftë, nuk e di, dëmtime të ndryshme për sa i përket kohës që ka kaluar? Jo, ligji nuk ka asnjë parashikim, lejon të gjithë pronarët, të gjithë pronat të cilët kanë në posedimin, po themi kanë në dosjen e tyre në ASHK, të paktën kartelën e pasurisë. Pra që janë regjistruar në regjistrin përfundimtar të ASHK-s, por në regjistrin e përhershëm. Jo pronat të cilët janë akoma në proces legalizimi, jo pronat të cilët janë akoma me kontratë porosie. Por ato pronat të cilët janë regjistruar, por që është hapur kartela, që ka një regjistrim, që ka një kartel, një zë në ASHK. Pastaj për sa i takon vjetërsisë, nuk ka një diferencë, nuk ka ndalim. Ka një diferencë kur bëhet fjala vetëm te amortizimi. Pra nëse do shkosh nëpërmjet aplikimit me ASHK, për pronën e vjetër do të amortizohet vlera e pasurisë, çmimi i referencës 1% për çdo vit vjetërsi, maksimumi 30%. Për pronën e re, për sa kohë që ajo është 1-2 vite, do të amortizohet vetëm 2%, apo 3 vite do të amortizohet vetëm 3%. Sigurisht që nga koha e kaluar kur ishte 3% dhe deri sot situata në tregun e pasurive të paluajshme ka ndryshuar dhe ne dim këtë. Megjithatë pritshmëritë tuaja janë që në fund të vitit, në rast se nuk do ketë shtyrje, është më i lartë numri në krahasim me vlerën që u vendos 3% para disa viteve i aplikimeve, po them deri tani, dhe i kërkesave për rivlerësim. Po është herët, po themi ne shikojmë vetëm po them duke marrë në konsideratë dhe trendin, duke marrë konsiderat atë çfarë presim të ndodhi, dhe realisht kjo është në parashikime për te 9500 është që mund të kemi dhe duhet të kemi një numër më të lartë aplikimesh edhe për faktin sepse fushata 2020-2022 është bazuar mbi sasinë e titullit pronësisë që kanë qenë deri në atë moment. Pra po themi ndoshta ato prona që kanë marrë titullin e pronësisë 2019-2020 maksimumi. Por duhet kemi parasysh që pas 2016 deri në ditën e sotme ne kemi pasur boom ndërtimi. Dhe përfundimi një leje ndërtimi dhe marrja e titullit pronësisë, pra marrja leje shfrytëzimi, kolaudimi gjitha, sot mesatarisht është 4-5 vite, por mos thënë deri në 7 vite. Kështu që pronat të cilat hynë në rivlerësim në 2026-ën, të dy tjerë prona që janë ndërtuar ose që kanë marrë lejen e ndërtimit dhe kanë filluar të ndërtohen, mesatarisht 2017-2018. Pra, prandaj presim që të ketë sasi se ka pasur realisht një ofertë të shtuar në treg. Kështu që edhe sikur të stepemi nga 3%, që mendoj që numri aplikimeve do të jetë
më i lartë. Nga ana tjetër volumet do duhet shikojmë, sepse jo të gjithë janë gati të pagojnë 5%. Është konsideruar nga tregu dhe nga ne realisht 5% që goxha më lart, aq më tepër i Po, ju kam dëgjuar në disa intervista që keni qenë për 3% në fakt, edhe këtë herë ju. Po, duhet të ishte 0, po të paktën për mes 3-shit dhe 5-s. Po, midis 3-shit dhe 5-s të paktën të ishte 3, sepse nuk mund të trajtojmë njëkohësisht njësoj si një biznes, pra nuk jemi duke bërë biznes me strehimin. Dhe nuk duhet dhe nuk mund të bësh biznes me strehimin. Duke bërë një panoramë përgjithshme se si paraqitet sot tregu i pasurive të paluajtshme, apo investojnë dhe nëse po, ku po investojnë më së shumti qytetarët shqiptarë? Atëherë, statistikat tregojnë që pjesa, po themi, do duhet gjithmonë të trajtojmë Shqipërinë në dy tregje të mëdha, tregu i qyteteve, dhe Tirana ka fituar një stabilitet, patjetër që me kredite buta pritet të ketë një temp tjetër, nëse do arrijnë të shfrytëzojnë mjaftueshëm për fitueshmërinë nga fushata e fundit, po themi, nga aplikimet e fundit të kreditive të buta, 1500 nëse s'jam gabim, do duhet të ketë një kërkesë të shtuar, por ajo që po performon më së miri është pjesa e Bregdetit, kjo për shkak se ka projekte të reja të cilët janë duke u përqasur nga blerësit e huaj. Dhe të gjitha statistikat tregojnë që aty ka transaksione, madje ka dhe vlerë të shtuar, pra ka çmime të cilat poriten më shpejt. Ndërkohë që pjesa tjetër e qyteteve është duke u përballur midis sfidave çmime të rritura, kërkesë që është konstante, qera të rritur, Airbnb të shtuar, pra ka shumë dinamika të cilat janë duke tensionuar situatën në Tiranë edhe në qytete tjera të mëdha, ku përballet në një kohë me turizmin, sepse Tirana përveç se qendër ekonomike, po ka edhe një kërkesë të shtuar nga të huajt për shkak të aeroportit, për shkak të huajve që vinë vizitojnë Shqipërinë. Disa përdorin Tirana thjesht për një ndalesë të përkohshme, ndërkohë që bëjnë lidhjen me shtete të tjera, por disa e përdorin si ndalesën e parë dhe më pas shkojnë në pjesën tjetër të Shqipërisë. Kështu që Tirana ka ato tensionet e veta dhe dinamiket e veta. Pjesa e Bregdetit duket goxha më mirë. Po të huaj, çfarë roli kanë në këtë treg, Rinaldo? Po të huajt kanë dy role. Një është konsumator të sektorit të Airbnb-s, që realisht këto shtëpi shtojnë presionin mbi qerana Faxhat dhe ne kemi parë që qerana Faxhat është rritur me ritme të shpejta në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, por në Tiranë kryesisht, dhe të huajt kanë edhe rolin e dytë si blerës dhe në disa raste investitor në pasuritë e paluajtshme në zona turistike. Dhe praktikisht aty kanë interesi më të madh për shkak se e para e përdorin si investim, ka një kthim 6, 8, 12% varet nga tipologjia e pronës, dhe në të njëjtën kohë një pjesë e tyre kanë lokacion. Pra kanë lokacion për shtëpinë e tyre të pushimit në Shqipëri si vend i cili është stabil, nuk ka probleme me konflikte, ndryshe nga gjithë rajoni e dim pjesën e Ballkanit, sa dinamika ka për shkak të konflikteve, por edhe pjesën e Ukrainës dhe lindjes mesme. Pra praktikisht duhet kuptojmë që dikur pjesa e lindjes mesme ishte jorse. I mund të investoje në disa vende, në disa shtete në lindje mesme, të kishte një kthim shumë të shpejtë të investimit, por tashmë nuk është më stabil. Dhe aq më tepër, duke qenë se nuk është më stabil, një pjesë e investitorëve dalin dhe kërkojnë tregje që janë më të mira, më stabil, premtojnë rritje siç është pjesa e Shqipërisë. Por në të njëjtën kohë duhet të kuptojmë që çmimet e larta, sa herë që ka inflacion, pavarësisht se në Shqipëri e ndjejmë në val të zhvendosur, në perëndim kultura është që sa herë që ka një inflacion, ka gryerje të kursimeve, kur ka gryerje të kursimeve dhe norma interesi sektorit bankar jo të larta, siç është Euribori aktualisht, këto lekë triqen dhe shkojnë për investim, ose këto kursime na bëjnë që të kërkojmë tregje për të bërë pushimet, jo më tregje fancy, po themi luksi, siç është pjesa e Spanjës, e Portugalisë, e Italisë, e Kroacisë dhe e Greqisë, po tregje më ekonomike siç është pjesa e Shqipërisë. Një pyetje, jemi në minutat e fundit, 3-4 minutat e fundit, por jo pa qëllim po e shtroj në këto momente, sepse dhe interesi është i lartë. Gjithmonë aty na shkon gjua ku dhe mdhëmbit të çështja e çmimeve. Si është ky raporti i kërkesës me ofertën duke marrë në konsiderat që 5-6 vitet e fundit, ndoshta edhe më pak, ka një rritje të ndjeshme të çmimit. Për shembull, personalisht, nëse do blija sot të njëjtin apartament që kam blerë përpara 5 apo 6 vitesh, kostoja sot do të ishte 3 fish më e lartë. Drejt për drejt 3 fish, Rinaldo, më beso.
Jo kosto, vlera se Vlera, okay. Kostoja që do kishte Blersi. Sepse kostot mendoj që në Shqipëri kostot janë 700. Ishte termi në kuptimin kostot e atij që do e ble, po okay, është korrekte ajo në gjuhën e profesionit tuaj. Pra, për 4-5 vite një pronë të shitet 3 fish më tepër, por megjithatë kjo nuk e ka ulur interesin për të bler, apo jo? Më shumë këtu ishte pyetja, raporti i kësaj kërkese me këto çmime, i ofertës dhe i kërkesës të qytetarëve për të bler. Duhet kuptojmë që ka disa dinamika. E para, unë nuk ndaj qëndrimin që janë rritur 3 fish çmimet. Ka një perceptim, po, janë rritur, patjetër që janë rritur, mund të jenë rritur 30-40%, por duhet kemi parasysh që kemi një zhvlerësim të euros, nga ana tjetër tregu është udhëhequr nga ndërtimet e reja. Dhe duhet kuptojmë mënyrën se si sillen ndërtuesit kur erdhin në treg në ndërtimin e ri. Te standarde. Them të gjë sepse nga prilli i 2022-shit ke pasur tatimin 15%. Po. Të gjitha statistikat tregojnë që kryesisht, edhe statistika që vijnë nga vetë drejtoria e përgjithshme tatime nga shteti, tatimi mbi fitimin kapital për transakcione pasuri të paluajshme, 95% vjen nga tatim-paguesit e mëdhenj. Do thotë që nuk e pasur produkt rishitje në treg, por ke pasur produkt të ri që ka ardhur nga ndërtuesi, nga zhvillimi i pasurisë paluajshme. Dhe produkti i ri, kur hidhet në treg, hidhet 30% më shtrenjtë se sa produkti ekzistues. Pra, ndërtimi i ri është 20-30% të paktën më shtrenjtë se sa ndërtimi ekzistues. Për shkak se është projekt i ri, ka cilësi, ka lokacion të mirë, pretendohet që do mbaroj pas 6-7 vitesh, kështu që vlera kur të mbaroj është shumë më lart se sa vlera aktuale. Në të njëjtën kohë, përballë ndryshimeve të mëdha, po themi pasigurive, lufta në Ukrainë, lufta në Iran, zhvlerësimi i euros i ka bërë ndërtuesit të sillen në treg duke sjellë një çmim më të lartë, duke dashur të fitojnë më shumë, duke parashikuar që mund të kenë pasiguri në treg. Dhe kjo të sjell një çmim më të lartë në treg, sjell perceptim që janë rritur shumë shpejt çmimet, por në të njëjtën kohë të sjellë një produkt më shtrenjtë. Dhe shtretësia e mesme ka pasur vështirë ta konsumojë. Prandaj ne kemi sugjeruar gjatë kohës që duhet të ndërhyjë qeveria me politikë fiskale, që produkti ekzistues. Por këtë do ju pyesja fakt, por që ju po e thoni vetë, po? Faleminderit, pra që ndërtimet ekzistuese të mund të dalin në treg dhe të mund të jenë alternativë reale. Nga prilli 2022 deri në shkurt të 2026 nuk ka alternativë ekonomike në treg. Sepse askush nuk do të shesë pronë vet me 15% tatim. Super, po pra. Dhe unë kësaj ju referova pak më herët, kur thash, për shembull, nëse në vitin 2021 është bler një pronë apartament, njësi banimi 2+1, 5.000 euro po themi, sot ai që e ka nxjerrë aty dhe nxjerrë këto letrat dhe jo vetëm në lagje thot 150.000 euro. Pra, në këtë sens duke sikur nuk ka pak logjika, mund të ketë një këtu ndërhyrje apo është e tepërt sepse ndërhyjnë pastaj te tregu i lirë. E para unë mendoj që po mund të kemi një ndërhyrje. Mund ta kemi. Pronat mund të kemi një ndërhyrje 2. Pronat duhet të kuotohen në lek. Që të mund të heqim të perceptimin e kisha me 123 euro në vitin 2020, edhe po e shes po në euro, po me 95 lek. Një mënyrë mund të ishte për të shmangur të gjitha spekulimet dhe të gjitha perceptimet. Se tingëllon ke shifra pastaj, po, e vërtet. Kuotohen në lek. Kuotohen në lek, pra tregtoje, vendosje çmimin në lek të kuptojmë fiks se çfarë është duke ndodhur. E dyta, ne i kemi sugjeruar dhe vazhdojmë të sugjerojmë që transaksionet me pasuri të paluajshme, sidomos për prona mbi 5 vite, nga momenti që është marrë titulli i pronësisë, për pronat të cilat të paktën janë banuar 2-3 vitet e fundit, ka shërbyes si banesë parsorë, nuk ka nevojë të ngarkohen me barë 15%. Çlirohet tregun dhe formalizohet të gjithë fluksit, sepse dikush që do të pagojë 15% mund të joshës edhe ta fshejë. Realisht ta fshejë për të dalë pak më lirë në treg. E treta, duhet të merrem seriozisht në 2026, ashtu siç merren vendet e zhvilluara, nuk mund të kemi më xhunglën e reklamimit të pronave kudo në përshtylla, në portale online, apo skandaloze pastaj. Në pallateve që spekulojnë që atë pronën ta provojë një të testoj çik tregun ta nxjerr çik me 180.000 euro se unë e di që nuk do e shes, por të shkaktoj frikë dhe tension në treg. Jo, nuk mund të sillen më në këtë mënyrë. Europa nuk sillet më në këtë mënyrë.
Shumë e saktë. Edhe disa vende të lindjes nuk sillen më në këtë mënyrë. Po. Kështu që prandaj them që po ka disa gjëra që mund të bëjmë mirë, por do duhet të ulemi këmbë kryq, ndoshta të jemi në një emision pak më të gjatë dhe me Patjetër që po dhe mund të rajmë mendimin. është tre aq i gjerë aq sa edhe për tu diskutuar. Ronaldo, kënaqësi, faleminderit që pranuat ftesën. Kënaqësi të isha me ju. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Pak publicitet dhe vim menjëherë me të tjera zhvillime.